të falenderojmë Zotin sepse na ka falë edhe një pjesë ungjilli kaq të rëndësishme. Jemi në fund të ungjillit të Mateut, kapitulli 28. Pas një fragment që janë fjalët e fundit të ungjillit. E ju e dini se fjalët e fundit janë amanet. Kjo është amaneti përfunditar i Jezusit që duke dërguar fizikisht, po jo si prania hyjnore mes nesh, na jep si një program e jetës. Unë falenderoj Zotin sepse unë këtë pak reshtrat pak vargjet kemi një program baritor që unë e merr përsipër për misionin tim. Sot asta djela e parë që kërkoj në administraturë, se djela e kaluar ka përshëndet familja ime e Shent Antonin e Trianë, në Tiranë, përse kjo është djela e parë që kaloj tu në jugë së bashku me ju. E për të arsye, besoj se atë edhe në shenjë një fjalë profetike se Zoti na jep për na shënuar misionin tonë baritor dhe misionar. E për të arsye dëshiroj komentuar se kam zakon në mënyrë pik për pik disa fjalë të rëndësishme që janë në ungjillin që kemi lexuar. Nga ana e parë si hapet fjalimi i Jezusit, o ma mirë paraqitje që ba Mateu dhe përshëndetje përfunditare e Jezusit. Thot diçka rëndësishme nga ana gjeografike, si ndodh shpesh në fillimin e ungjillit që na ambienton nga ana gjeografike. Gjeografia nuk ka vetëm një vërejtje ashtu occidentale, por që pas një gjeografi teologjike. E gjeografia ka teologjinë e vetë në ungjillit. Jemi ku jemi, në Galilei. Ata një vjet që kam përjetuar tragedia e kryqit e përshtypje gëzueshme nga ringjarjes, tani janë shkuar me shku në Galilei, e janë në Galilei. Bashkë Galilei. Galilei asë në veriut e Izraelit atje ku shdo gjë ka filluar. Atje kur ata ka qenë një me një thiru nga vetë Krishti në zonina e liçenit e Galiles për me pjesë në misionin e tij, për me qenë zënësit e tij, duke ndjekur Jezusi për 3 vjet. Për të arsye, mandati është ktheheni kur keni filluar, sepse te kemi një rifinim, kemi një zanafila e re, sepse zanafila e parë, e mënyrë ose e tjetër, e ka dështuar. Keni dështuar si zënës. Ata u larguan gjatë lëndimit, terrorizuar, frikëzuar, nuk ka kuptuar, nuk ka ndjekë me besnikëri, nuk ka pasur feja mjaftueshme për me përballuar shortin e mesuesit. Për të arsye Jezusi nuk e përjashton, po jep një mundësi e dytë. Ktheheni prej fillimit, mos keni frikë. E në herën e dytë do ta kuptoni. Në dritën e bashkëtime do ta kuptoni edhe kuptimin e kryqit. Atëherë rifilojmë nga Galilei. Po jo në Galilei përgjithësi, po në atë mal. Edhe ky nuk është një mal në përgjithësi, as atë mal. E nëse lexojmë me vëmendje ungjillin e Mateut, kuptojmë menjëherë për çfarë mal jemi të folur. Jemi të folur me atë mal ose kodër të lartë që është në mbrapa Kafarnaumit. Atje ku Jezusi u ngrit një ditë, si ta prehon kapitullin e 5, për me shpallur të gjithëve, ata lumnik, tek lumnik, lumë ata që janë varfër në shpirt, sepse atyre u përket mbretëria e qiellit. E në 8 fjalët, si një çfarë rasa e ligjit të re, se Jezusi si Moziu i ri, ose më tepër se Moziu jep popujve, atëherë themelohet besimin e tij, rithemelohet jetën e nxënësve, atë mal pas mal të fundive, atë mal të cili u shpall ashtu quajtur fjalimi i malit. Ata 2 kapitulli, 3 kapitulli rëndësishme themelore që janë palcet e ungjillit e Mateut, nga kapitulli 5 deri në kapitulli 7. E besoj se këtë vitë do të kemi
mundësi për me komentuar në takime biblike që kemi programuar. Asë seminare, kush nuk kupton fjalimin e manit, nuk kupton jetë e krishterë, nuk kupton që ban Kristi, nuk kupton në që. Asta porta e mbretërisë së qiellit. Porta për me pranuar Zoti në realitet, jo me fjalë, jo me ndjenjat, po me kuptimin e plot në jetën e vetë, si ai që mbretëron, që i që Zoti i vërtet. Por disa dyshuan, adhuruan, do me thashë, se nga një anë adhurimi tregon që ka pranuar Jezusi jo vetëm si besues njerëzor, por edhe si ajo qeni njerëzore që erdhi dhe të shkëpuar bote. Adhurimi i përket vetëm Zotit. Por disa dyshuan, për çka dyshon? Dyshon të Krishtit? Jo. Dyshon të fjalën e Tij? Jo. Dyshojnë të rinjarjen e Tij? Jo, e kanë për parë i rinjarjen që kanë njohur. E kanë parë kryshe të një ashtë gjatë para tyre. Për çfarë dyshojnë? Për vetes dyshojnë. A kemi forcë? Kemi dështuar një herë? Dhe kemi forcë për me ndjekë tani një rrugë që nuk as në lehtë. As një rrugë që kërkon edhe një dëshmim edhe një gjarë si reprezentë për Krishtin, e si do të jetë për apostoli. Ata dyshojnë, a kemi forcë mjaftueshme? Përgjigja, pastaj shumë të qartë, jo nuk keni. Nuk keni. Nuk kam pasur këta dy vjetë që janë mbituar këtu rreth Kishës, si edhe ju që jeni volume 5 orë sot. Atëherë çfarë është mandati e mundësi që kemi për me pranuar një mision ka që lartë e jo të lehtë, janë fjalët që vijojnë, fjalët e Jezusit, që e vërtetojnë në jetë themeli e misionin tonë, edhe shpjegimi si kemi mundësi në me realizuar. Me ashtë të tuar çdo pushtet në qiell dhe tokë. Kjo është garancia e vetme që kemi. Nuk është jemi në mundësi ne. Jo, nuk jemi. A jemi e dhejnë? Jo, nuk jemi. A jemi shenjë? Jo, pa tjetër. A i është i shenjë, a i është i dhejnë, a i është i fuqishëm, i gjithë fuqishëm. Do me thënë se shpresa jonë e forca e misionit tonë, është të prenjosur në vetë Krishti, jo në forcën tona, në inteligencën tona, në strategjin tona, ose në bezdikërin tonë që është shumë e dopt, e që konsumohet shpejt. Bashkuar me Krishti, rifitojnë një mundësi tjetër. Prandaj, duke besuar në mua, jo në ju, duke besuar në mua, shkoni për bëni zënësit e mi të gjithë populli. Mandati i parë, mandati misionar, shkoni lajmëroni. Lajmëroni ai që asë herë me thamë, lajmi i mirë themelor që themelor feja. Do me thamë se me shkuar, do me thamë me nisë në një misionë, i ndërguar nga një kush jo për iniciativën tonë. Iniciativa Zoti që në ndërkohë shkoni, mbi fjallën time, mbi fuqin time. Shkoni, në banë që ne nuk jemi pasazve se Krishti, as ju, as komunitari, as ona, nuk jemi pasazve me Krishti. Që jemi bashkëpunëtore me Krishti. Krishti nuk zëvendësohet, nuk ka pasazve Krishti në kishë. Ka pasazve të apostëve, jo të Krishti. Të gjithë jemi bashkëpunëtore. Bashkëpunëtore që funksionojnë nëse janë të ndjekë e fitojnë fuqi, forcë e shpresë nga vetë Krishti duke kultivuar në një kushte të kjo është aspekti i parë. I dyta, bani zënësit e mi të gjithë populli. Mandati i dytë. Lajmëroni kush janë punë, çka ka bërë unë për njeriu, për çdo njeriu. Në mënyrë që ata bajnë zënësit e Krishti, jo zënësit e Prishtit ose zënësit e Kishës. Kisha është komunitet të nxënësve. Po jemi nxënës të Krishtit,
decennio, kur ne spostoi kjo vëmendje, dobësoi natyrën e fejnë do krishterë, fuqia e të drejtëri baritore që të bajnë. Jemi duke spostuar, shtyllër nga qendrët e tempurit në një këmbë. Ky nuk shkon. Krishti gjithmonë as dikë referimin tonë, jo diçka tjetër. Për të arsye, mbani zënësit e mi, as veprat të cilët ne lajmërojnë feja, jo për me mbush kishën, por për me afruar njerëz Krishtit. E kur njeriu zbulon kush është Krishti e fillon me qenë i dashur me Krishtin, atëherë zbulon për çka shërben kisha. Objektivi është Krishti. Kisha vjen si pashori. Për të arsye kjo është një qenim misionar shumë qartë. Objektivi që kemi. Bani zënësit e mi të gjithë popullit, që më ndjekin, që më njohin. Hapja tretë e veten kur janë zënës pagzoni, jo për para. Nuk vjen për para pagzimi e vansën të sonin e banin zënës. Pagzimi nuk në banë zënës, por realizohë plotësisht vepra e Krishtit në zënës që ka pranuar ai në përmjet shpalljes fjalës, në përmjet shpalljes së bakër, në përmjet katekesës, në përmjet predikimit të shpeshur të mjetër. Kjo është rendi drejt. Per para vjen fjala, me njerë vjen fulër të sakramenteve që realizohet nga e Zotit diçka mrekullueshme, që është me fut brenda çdo njeriu në jetën trinitare, do me thënë duke komunikuar. Ata që pranojnë fjalën e Krishtit, e pranojnë pagzimin, me filluar një jetë hyjnore, jeta e Atit të Birit të Shpirtit Shenjtë. Pagzonin e emër të Atit të Birit të Shpirtit Shenjtë, emër në gjuhën biblike as persona në vetë. Do me thënë, merr një pjesë në jetën hyjnore, merr një pjesë në marrëdhënie trinitare, që është marrëdhënie trinitare, është marrëdhënie dashurisë, plot pa kufi, plot me fuqi. Kjo është perspektiva. Kjo është puna e sakramenteve, çfarë të zorit. E pas vjen momentin e tretë. Mesoni ta zbatojnë. Të gjithë kanë ndërruar. Ajo që quhet mistologjia. Do të thënë, masa që ka drejtë jetë hyjnore, spjegonin si duhet të kultivuar, me mbrojtje, me realizuar dhe në fund lurata që kemi marrë. Sepse e vërtet jemi gati për një jetë të tillë, nëse moni të tre hapë në mënyrë e duhur, në kokën e duhur, edhe në qetësi e duhur, pa shpejtësi, pa superficialitet, por duke punuar në vetë vetës, për çdo kokë e në çdo mënyrë që është domosdoshme. Do me thënë se keni përkujtuar me këtë kohë fuqia që kanë ata 8 fjalë që formojnë lumnit. Nëse jeni krishterë, jeni ata që kanë pranuar ata 8 fjalë, si busullat e jetës së përditshme, si burimi e jetës shpirtërore. E në fund vjen fjala përfunditar që është një shpalloj për leja. Unë jam me ju gjithmonë deri sot të botës. Krishti nuk zduk të ngrit në qiell, nuk asë një mungesë, por asë një prani ndryshme. As i pranishme e veprues si ka qenë përpara, mund më vetëm pamja jashme, por efekti shpejtimtar, as një njëjti. Për të arsye, ashtu kanë kuptove funksionin e kishës, që nuk zëvendëson Krishti, nuk asë në momentet si një Krishti ka vepruar, e tani vepron kisha, si që një person tjetër. Jo, kemi një bashkim total, një e tjetër. Jo, s'ka me dojtë, me di për me e ka përruar. Atëherë, a momenti fundit, asë një Krishti. Sigurim që jemi duke vepruar, jo në vetë një, e kjo është që ka në jemi forëse. E më në jonë të një
unë kanë lezuar diçka në libër, por mjaftë është me kanë goditur disa mendime, disa drejtje në jetën e vetë. Si e ka kuptuar unë të nisi për kontati i parë. Njeriu i vogël, vogëlsinë e tij, një vogëlsi që nuk ka se vetë diçka si stato o si dimension trupore, një vogëlsi që ishte edhe lidhur me një shëndet dopt, brishk. Më thamë, njeriu që ka fillon një veprimtari ka që madhe, nuk kuptojnë si e ka gjetur energji fizike, jo vetëm shpirtërore, mendore, intelektuale, fizike për me të bërë një vepër kaq e madhe e kaq e tërhapur. Për të arsye, vogëlsia, me qenë të vetë, që qenë në brishk, nuk ashtë një pengesë për Zotin. Disa herë, ashtë një kushte që favorizohet vetë në Zotin. Për të arsye, kuptoj edhe vogëlsinë tonë, dobësinë tonë, që kemi, me fakti që jemi një gricë i vogël në këte zone e Shqipërisë, nuk ashtë një pengesë. Kjo është logjika që Mateu ka spjegon e fjalimi të shembutyrë, kur thotë, si duke me krahasuar pretëria e Zotit, ajo është si një kokër sinapit. Vogëlsia është vepra ose kushte që garanton që Zoti as në veprim. E frytet e te kalon gjithmonë prej tjetër. Për të arsye kjo është vërtet një kurajim në jetën tuaj si familje, si komunitet që për tu duke rigjeneruar një entuziazëm, një forcë e një objektiv qarë. Ne kemi një mision tu, një mision që fillon me gjatë të vogël, sepse e vepre që ka vizuar vepra e madhe, e dopojoni, ka filluar një nome vogël. Nome vogël, e kjo është një dimension simbolike që me duke të për interesë. Ka filluar një nome vogël, që ka njërë ashtu, që nuk ishte astronaut sa e Njërë, por kjo me veprën e Zotit, u rritë si kjo të fare e sinapit, e me në që u barë pema e madhe, e pema me shumë dhejt. Aji që ka qenë njeriu që ka kultivuar dashurin, kjo dashuria që ka kultivuar në një pratike si pabelsi, si dikme të varfërve, u rritë si një peme madhe me dhejt të ndryshme, që ka lidhur një familje rekordare, lotë me dhejt të ndryshme. Baritore, intellettuale, contemplative. Asta diçka e çuditshme që ka lindur nga ky njeriu që një fjesë vetë ka bjekë veprën e Zotit. Për të arsye, veprat e mëdha të Zotit janë veprat që tregon madhëria e Zotit, i cili është vëditje e mirë për vogëlsinë tona. Ma që të zojnë e vërtet. E u përroj se të dikme të jetën i parë, që Don Giuseppe që njohë nga përindjet të jemi dy pjesë arkeologjike së bashku me Monte Renata, e veprejtë të misionare në Shqipëri, në të gjohim që nga filimi në vitin në ndjetë e diska. E se bashku të gjithë ju që vërtet e gëzoj që na shikojnë faqe e krejtojnë minjeti Eukaristisë e bashku. E poi e doktor Jani, që ka pasur privilegje të vërdet me studentët disa herë, jo të e përkoj një fili. Ora, shpresoj se vërdet do për fjallë që se në zërës të me të galuar me suaj